Karlet jo, me tymin e zi. Një perle pa parkulla, nuk e di kush ka shpikur, por kjo është gjëja më mistike dhe më e bukur që ekziston prej mirave. Ata vetë e kanë shpikur. Ata vetë e kanë shpikur, nuk e dim kush është njeriu që ka hedhur idenë pari. Ata vetë e kanë shpikur sepse nuk ishte, domethënë, aty kur hyet në votim, ata bëjnë një betim i cili do të thotë heshtje totale, dhe ata qëndrojnë aty brenda. 133 veta. 133 kardinal me të drejtë votime, se në fakt kështu janë 133 kardinal, po. Ndërkohë që duhen 89 më thekulla. 89 vota për të zgjedhur papën e ri. Sonte me sa duket ne nuk e dim se sa pap kanë kaluar, se sa kandidat për pap kanë kaluar. Po besoj që kanë qenë një 10, sa ta kështu bëjnë. Pra një histori që pritet të vazhdojë, por nuk dihet se kur. Atëherë duhet të them që Papa Wojtyla u zgjodh në ditën e 3 votimit. Ki parasysh që nesër do ketë edhe 2 seanca tjera votimi, pra nëse nuk zgjidhet. Nesër janë 2 seanca? Po. Sot ishte vetëm një që ka vazhduar. Kjo ishte vetëm një, e cila ka vazhduar 4 orë, 4 orë e gjysmë. Tani ata mbyllen aty dhe fjala konklave, ta kam shpjeguar, do të thotë konkjave, që vjen nga latinishtja, me çelës, pra të mbyllur me çelës. Dhe vetëmi komunikim që kanë është komunikimi me jashtë nëpërmjet tymit, pra që i thonë besimtarëve që janë në shesh. Sot ishin 40.000 besimtarë shesh dhe gjithë kamerat e botës që po prisnin lajmin e zgjedhjes papës së ri. Gjë që unë besoj që ta thash për Wojtylën ka qenë zgjedhur në ditën e 3, Francesku zgjedh në votimin e 3, po në fakt në ditën e 2, ndërkohë Benedikti zgjedhur në ditën e 3, po në votimin e parë. Pra, kësa radhe, unë mendoj që ka shumë mundësi që të kemi votim për tej 3 vite. Ti po do të zgjasë më shumë? Po, unë mendoj që mund të zgjasë diku. Pse lufta është më e egër kësa radhe kulla? Po, lufta është më e egër. Po pse, për çfarë arsye? Po sepse siç e pe, është rritur numri i kardinalëve të rinj votues, të cilët janë gjithë kardinalë të bërë nga Papa Francesku, dhe ata i përkasin një rrymë pak më të moderuar, dhe rrymat aty brenda Vatikanit mes atyre konservatore dhe atyre të moderuar janë të rëndësishme, dhe në bazë të kardinalëve që marrin më shumë mbështetje, në bazë të asaj do të arrihet tek 2/3 mekanizmi që është shumë i rëndësishëm, sepse ky mekanizëm, para se më thuash mekanizmin, tymi i zi dhe i bardhë u përdor për herë të parë në Vatikan në vitin 1878, gjatë konklavës për zgjedhjen e Papa Leos XIII. Ideja besohet të jetë propozuar nga zyrtarët e Vatikanit. Tani mekanizmi është shumë Mekanizmi cili është? Mekanizmi është shumë i rëndësishëm sepse ata Papa Wojtyla, pikërisht për të thjeshtuar këtë mekanizëm, mori një vendim që pasi të kalonin X votime me anë cilës nuk mund të dilnin dot të tymi i bardhë, pastaj shkonin me një zgjedhje të thjeshtë me 50+1. Ndërkohë pra që ndodhte skarcimi i kandidatëve me 50+1. Ndërkohë një pap tjetër që erdhi mbrapa, Papa Gjerman Benedikti, ai ktheu sërish të njëjtin votim, pra me 2/3, pra në rastin konkret me 8. Ka qenë 50+1. Tani ka legjitimitet më të madh Papa. Ka qenë gjithmonë me 2/3, po pati një periudhë që Wojtyla mori vendimin me 50+1. Dakor. Por tani pikërisht për shkak të legjitimitetit dhe pikërisht për shkak të ekuilibrave shumë delikat brenda kishës, ata janë të detyruar ta zgjedhin me 2/3. Kështu që deri në momentin që të ketë një, le të themi, një konsensus për një kandidat i cili mund të marrë 2/3, atë kjo gjë është e pamundur që të kemi tym të bardhë. Ndërkohë duhet të kuptojmë pak që edhe mekanizmi votues edhe mekanizmi numërues është një mekanizëm që merr kohë, sepse disa nga këta kardinalë janë pamje nga Vatikani live. Tani. Ja, jemi live tani. Po, këtu janë live. Kanë ikur ata Bravo Ledi Paparja. Kanë ikur besimtarët nga sheshi, kthehen nesër. Çfarë perle më. Se nesër mëngjes do kemi votimin e ri.
Çfarë kartoline mrekullla, si ka mundësi? Është një mrekulli e madhe Vatikani. Unë kam qenë një herë, kam vizituar dhe apartamentin e papës që ndodhet aty mbrapa në të... Nëse e burit e mbrapa lejtë në... Por ki parasysh një... Ku është apartamenti i papës, ku me qera fjalla? Ku? është këtu... Nuk është, kjo është selia, kjo është godina kryesore? Jo, ty këto aty. Tjetra që është kratë djathë, apo jo? Aty është apartamenti, janë apartamentet e papës, në fakt është një katë komplet, por Papa Francesku nuk ka qëndruar këtu. Papa Francesku ka vajtur atje ku rrinin kardinalet. Ku flinte Papa Francesku? Në një ndërtesë tjetër që është afër Vatikanit, ku rrin kardinalet, atje ku flen kardinalet sot. Po afër Vatikanit pra jemi, në Vatikan jemi? Jo, po këtu jemi brenda mureve, kurse aty ishim në Rom. Se i dilte jashtë? Po. Dakord. Aty ku rrin kardinalet dhe tjerë. Ishte çudi se si ky papi fundit nuk, përveç se nuk flinte atje ku flinin të gjithë, edhe vdekjen, edhe varimin e donte jashtë, donte te kjo katedrale e tjetër. E bëri jashtë. Po pra e kishte lënë testament do të bëri jashtë. Edhe nuk e bëri rastisht jashtë çan varrimin. Po pra po. Dhe ki parasysh që ai është një pap që mori emrin, ishte jezuit, pra ishte çudia në vetvete ishte që bë një pap jezuit, se ishte e parë në historinë e kishës, dhe mori emrin e Shën Francesku të Asisit, dhe që nga momenti marrjes së emrit, Shën Francesku Asisit ka jetuar në mesjet, ishte njëri që lindi shumë i pasur dhe zgjodhi të jetojë si një eremit i varfër dhe themeloi urdhën e franceskanëve. Dhe kjo nuk ishte rastishme, pra ky pap ishte një pap i cili që kur u erdhi dhe u zgjodh pap, sfidoi madje në momentin që del aty, që mban atë fjalën që thotë vëllezërit mi kardinali duhet një pap dhe s'kishin ku ta gjenin, shkuan e morën në fund të botës, pra nga Argentina që thotë për vetën e vet. Bergoglio, në atë moment, Jorge Bergoglio, ose George Bergoglio, në atë moment, ai zakonisht papa kur del aty ka një kostum të veçantë, atje ai doli vetëm atë të bardhën, pra e hoqi dhe atë të mantelin e papës dhe gjatë gjithë kohës ai jetoi shumë i thjeshtë dhe pati një veprimtari shumë thjesht, po një gjë që e çoi në përplasje të vazhdueshme me një pjesë madhe të kardinalëve dhe... Dhe janë e fundit kulla kur folëm bashkë për papën, ti më thej që kësa radhe më tharian pritet të jetë një pap profil komplet tjetër nga ky. Prandaj unë mendoj... Pra ti pret një pap konservator kësa radhe, jo një pap liberal, apo jo? Unë pres një pap konservator dhe unë prandaj të kam thënë që edhe dalja e Trumpit, edhe përfshirja, edhe dalja e Trumpit që preferon një pap konservator, edhe përfshirja e presidentit Francës, pavarësisht se francezët si shtete mohuan që ata janë përfshirë në zgjedhjen e një kardinali francez për pap. E mohuan, po e di po. Por edhe... Edhe Trumpi që ta unë të doja të isha unë pap, apo s'mundem. Jo, edhe zëvënës presidenti J.D. Vance, i cili kemi komentuar në studio, i cili... Edhe i this një ditë para se i të vdis. 2 muaj para, kur ishte në Myni, ai e mbylli fjalimin, atë fjalimin e famshëm të Myniut, ai e mbylli fjalimin me një citat të Gjon Pali II duke thënë që ne do t'ju shpëtojmë Evropën, po gjeti Gjon Palin e dytë e cila është një figurë shumë konservatore e kishës edhe e shekullit që shkoi. Se ishte shumë afroamerikanëve. Një pap shumë i rëndësishëm, jo vetëm afroamerikanëve, po ishte edhe një pap me mbështetje të hapur të Opus Dei, pra të krahut konservator. Përveç asaj, pra, po ishte edhe bashkë Africia se këto... Pikërisht sepse rrëzoi komunizmin. Në Poloni, po. Sepse ishte arsyeja që ra komunizmi dhe në... Histori e madhe shumë është ajo kolla. Kam parë dokumentar me këtë Vojtilin atëherë, lidhje që bënte ky që me këta që kur vinin në Vatikan që takonin ky që shkonte në Amerikë priste ky. Pra, thuaje, kush ishte president atë kohë? Jo, ishte Carteri, pastaj... Jo, ai e filloi Carteri, Reagan, Bush... Me Reaganin, po. Dhe pati një histori goxha të solide dhe nga i kaluam tek Benedikti që ishte një figurë akademike që qëndronte edhe i konservator që qëndronte mes e tjerë, po që ishte i vjetër edhe u përplas edhe ai me pushtetet brenda kishës dhe kaluam te një pap liberal që është komplet krau tjetër dhe erdhëm në pikën sot që tani do shohim se nga do shkoj kisha. Ka një përplasje të fortë mes të dy krave, domethënë, dhe do jetë një moment historik. Dhe unë jam i bindur mënyra se si këta do ta zgjedhin dhe për sa do ta zgjedhin. Unë jam i bindur që dhe amerikanët, sidomos amerikanët, ti thua jo Arian, por unë jam i bindur që kështu është, nga ç'kam parë dhe ç'kam dëgjuar këtë ditë, francezët po e po. Ja i bindur që ata nuk mund të rinë të indiferent, duhet ndërhyjnë patjetër. Unë jam i bindur që ata ndërhyjnë për të pas një pap të tyre. Do të kuptosh një gjë që aty në këtë shesh që është i vogël, pra që Stalini thoshte sa divizione ka papa,
Në këtë shesh është një pushtet shumë i madh se sa ai që ne jemi mësuar të shohim me topa, me ushtri, me para e tjerë, se përveç që këta janë më të pasurit e botës, kanë edhe një krizë të madhe financiare në këtë moment, se li e shenjë Vatikani e tjerë. Po, sepse kohët kanë ndryshuar, borxhet akumuluar, ky do jetë një nga problemet që do gjej Papa i ri. Ka marrë kredi shumë duket. Që do t'i duhet bëj disa reforma, po kredi, disa investimet gabuara, problemet mëdha me korrupsionin, administrimin e pronave në përbot, në Rom. Po ki parasysh që në Amerikë, për shembull, Vatikani është edhe pronari më i madh i pasurive të paluajtshme, për shembull. Në Amerikë? Po, duhet kesh parasysh që këta do jenë të gjithë të interesuar të kenë ndikim kush më shumë e kush më pak, por duhet kuptojmë që qytetërimi perëndimor, ai që ne njohim për qytetërim perëndimor, bazat e tij i ka në këtë shesh edhe në këtë seli. Pra, qytetërimi kristiano-hebraik që ne njohim se perëndimi, ne për shembull që e thjeshtojmë që themi duam të hyjmë BE. BE de facto nuk është Brukseli, burokratët e Brukselit. BE-ja shpirtërore, BE-ja e civilizimit, BE-ja e qytetërimit, bashkë rrënjët dhe themelit i ka këtu. Andaj dhe Meloni shket vërtet e këtë gjuar, kur vërtet le kapitalet e Europa e Roma e le kapitalet e Europa. Ka pusmundi, që do të thotë qendra e botës. Ka pusmundi. Në faktu kulla kur e mendon të ishe shumë eksituese kështu intelektualisht dhe politikisht, dhe si duash ti që në fakt godina që është Bruksel tani, në një vend ku vetëm bie shiri, një vend të mërzitshëm e tjerë, në Belgjik ti ishte në Romë në fakt kur e mendon. Çështja është që ata e bën këta të Evropës veriore, janë ata që prishën perëndori romake, sepse e prishën pikërisht për shkak të pushtetit që kishte krishterimi nëpërmjet papës, edhe nga tjerë u krijua një krishtërim paralel. Po ka padur tjedi me televizin luteriane, këta të kishës anglikane dhe të këtyre kishave tjera europiane ka padur luftë civile 100 vjet, 200 vjet në Evropë. Dhe gjithë kjo ka qenë gjithmonë, sepse mbretërit duhet të merrnin miratimin e papës që të quheshin mbretër. Dhe gjithmonë e më shumë e ngushtuan dhe e sollën në këtë hapësirë të vogël kur është, deri kur bën dhe paktet lateranense të Mussolinit në 1929 me Selinë e Shenjtë, që pastaj bëri dhe kraksin në 89 prapë me Selinë e Shenjtë. Dhe ky quhet si një nga shtetet më të vogla të botës, por në njëjtën kohë ky është edhe një nga shtetet më të fuqishme të botës për shkak të numrit madh të njerëzve të katolikëve që janë nëpër botë, për shkak të fuqisë financiare, po edhe për shkak të faktit sepse ky qytetërim që ne e quajmë qytetërimi evropian apo qytetërimi perëndimor, themelet, bazat e veta i ka pikërisht në këtë shesh që ne shohim këtu përballë, që është sheshi Shëmpjetër. Çfarë perle. Domethënë, sigurisht që sot është shumë simbolik në krahasim me atë që ka qenë shkuar, se mos harrojmë që në mesjet Vatikani nuk ka qenë kaq paqësor, ka prerë shumë koka njerëzish, ka djegur shumë njerëz në turrat e druve, ka pasur shumë grusht e shtetit, madje edhe brenda kishës ka pasur shumë bryla, grusht e shteti, pap që janë vrarë, është historia gjatë. Historia e njerëzimit është historia e krishtërimit fakt. Dhe para se ta mbyllim të fabul, sepse të presim nesër këtë ti janë dy... Unë nuk besoj që do zgjidhet nesër, besoj që edhe nesër jemi me tym të zgjidhur. Më çon një si tip një grafik vlla, që quhet Polymarket. Ku thot Polymarket, për ata që nuk e din, bën parashikime. Dhe më thot, thua që po bëjmë baza dhe për papën. Pritani, ky është parashikimi në Polymarket, thot, ku njerëzit vendosin baza me kriptovaluta për çdo event në botë. Polymarket parashikoi fitoren e Trumpit, ku shumica e sondazheve nxinin humbës. Po. 4 emra janë më të votuarit. I pari është Pietro Parolin, që sekretari i shtetit aktualisht. I dyti është Luis Antonio Tagle. Po. Dhe njihet si francizi aziatik progresiv. Po, është nga Filipinët. Po. Ndërkohë, kemi dhe në ekran çani. Mateo Zuppi, e nxori letë në ekran, bravo. Mateo Zuppi që është arqipeshkvi i Bolonjës dhe përfaqësuesi ishte një nga diplomatët që Papa Francesku ka çuar vazhdimisht për të negociuar mes Ukrainës edhe Rusisë, po që është një njeri
shumë i rëndësishëm, po dhe ky është italian, po ai që unë mendoj që do ketë më shumë shanse është ky i fundit, sepse janë dhe përqindje tu, sipas projekcion që ka dhe përqindje. Deri tani janë hedhur 22 milion dollar kulla. 22 milion dollar. Deri tani në këto momente. Kjo është faqe shumë serioze, Po. Tani kjo është Pier Battista Pizzaballa është... Pizzaballa 8.3%. Matteo Zuppi 8.9%, Luis Antonio është i dyti 19.7% dhe Pietro Parolini është i pari, sipas këtij sondazhi 29%. Parashikim, nuk është sondazh. Pizzaballa është arqipeshkvi i tokës shenjtë i Jeruzalemit, kështu që ka shumë shanse që të zgjidhet ky, domethënë. Po sipas parashikimit të Polymarketit, ky deli fundit me 8.3%. Kështu duket ashtu, po varet kur hyn aty brenda pastaj, domethënë. Po Pietro Parolini është ti e besoj ti i njeh ta personazh. Parolini kam takuar disa herë, edhe në Shqipëri ka disa herë. Po nga janë këta kulla. Pietro Parolini është. Parolini është diplomat. Jo, nga janë si origjinë. Është nga veriu italisë, nga veriu italisë. Po Luis Antonio Tagle është nga Filipinet. Filipinet, po Matteo Zuppi italian dhe Pier Pizzaballa është italian. Pra, do jetë shumë vështirë që t'jetë një pap italian, por nëse do jetë një pap italian, sekretari i shtetit do jetë se s'bën nga pjesa tjetër e botës. Ndërkohë unë them që duhet edhe shumë vëmendje për një pap me ngjyrë, ose mund të kemi edhe këtë kardinalin e Budapestit, që është një figurë shumë e fortë. Po ndërkohë, kulla surpriza është që pritet një surprizë. Përveç tyre që thamë ne që kanë jatë deri tani 22 milion dollar, është një personazh që pritet që mund të bëhet pap. Kullash. Nësa merë mëndja kur. Nuk del të kjo parashikimi, po s'është në çudi që të ndodhi. Ja, Ledio ka tani do ta... Kam për pak sekonda. E ke Ledio? Për pak sekonda do e kem. Ma me erdi, po nuk dua ta them, do ta shofësh në ekran, kur dalit dhe zgjenë në ekran në Jo. Edinama është në rrugën drejt Sbërit, në rrugën për të bërë princë. Si nga këta, një nga princat e Emiratëve, do jetë e Shqipëria pas 11 majit. Po do flasim për të, kemi dhe sondazh. Mare vesh do bëjmë sondazh pas 11 majit, nëse fiton prapë mandatin e katërt. Prapë sondazh do bësh? Jo, kësaj radhe do bëjmë sondazh pas 11 majit, nëse Ramsi fiton mandatin e katërt, do bëjmë sondazh. A doni që Shqipëria të jetë principata e Ramsit? E kupton se nuk kam kuptim të shkojmë në zgjedhje, kulla kur e mendon. Nëse s'dua të flas për këto gjëra të vogla, sonte se do flasim për gjëra serioze, valla. Ledio më thuaj, lutem, se do ta mbyll të fabul, se në orën 23 bie gongu dhe duhet ta mbyllim patjetër emisionin. Ora është 22:20 minuta. Tani është momenti për ta mbyllur. Për sa ma nxjerr këtë personazhin që pritet gjithashtu të jetë e lista. 30 sekonda, 40 sekonda maksimum. Shiko Çani, ta kuptoj njerëz se cili që është në 22 milion dollar pyetën kulla kur mendon ai. Se cili që është në atë sallë bëj thirrje njerëzve të vënë bas. Nuk besoj se ka shqiptar që luajnë këtu ne apo jo. Besoj që ka një 10%. Nuk ka shqiptar që hedhin lek tek Sa këto. të dush ka aty. Nuk i dihet. Edhe mund të ketë. Kush është Bastagji për çdo gjë, nuk e ka. Tani kush fiton në momentin që hidhen paratë kjo e kriptovalutave? Fiton ai që ka punë shumë apo jo? Na urdhë. Pizzaballa quhet. Pritet të jetë Pizzaballa. Pritet të jetë Kam qenë me Taulandin. Papa i ri. 20 vjet përpara në Vatikan kur u zgjodh diq Papa Wojtyla. Taulandin atëkohë ishte shefi kabinetit, shefi protokollit të kryeministit Fatos Naros. Edhe kur mbaroi ceremonia kemi hyrë aty brenda, jemi takuar aty brenda në Vatikan. Mirë, i shkoka mirë Taulandit. Mirë, nuk i ka keq. Kështu, pa mirë. I pari pap nga Librazhdi. Drejti i pari pap nga Librazhdi, bravo Ledio. Ledio! Kalojmë direkt te fabula e Vučićit pra. Ndërkohë që ikën nga ekrani pamjet e Vatikanit të mrekullueshëm, sheshi para Vatikanit, e fundit. Do votojmë pas nesër. Ja, dhe këta ku janë. Pa parë janë. Vučići sapo mbriti në Moska, u dëbua nga Amerika kulla. Do më lësh vetëm një sekondë bëjmë një xhiro, do rikthehemi prapë. Hiqe pak kashën Ledio. Dhe bëjmë një xhiro kujdes tek